I keni parasysh besoj çmimet e larta në Tiranë të produkteve bujqësore edhe blegtorale. Autoriteti i konkurrencës ka gjetur shkaktar. Është Nori Zela. Nori Zela dhe 6 kompani të tjera, apo 6 grumbullues me 6 eksportues nga Shqipëria në drejtim Bashkimit Evropian. E ka gjetur autoriteti i konkurrencës. Kuptoni? Kur na tha në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave se kishte bërë një studim që ishte në kufit e doktoraturës, 400, 500, 600 faqe material, autoriteti i konkurrencës sinqerisht më habiti. Por më i habitur jam tani kur kuptova se nga 400-500 grumbullues në këtë vend, nga 300 e ca eksportues nga ky vend, vetëm 6 janë kompanit që i kanë kushtëzuar të 300, 400, 500, 600 grumbullues dhe eksportues bashkë çmimet. Unë nuk e di se kush është logjika, po që 6 kompani të përcaktojnë çmimet për 600 të tjerë, kjo natyrisht kërcet, nuk qëndron logjikisht. Lërë më pastaj shkencërisht e bazuar në rregullat e ekonomisë tregut e kështu me radhë. Shikoni, Nori Zelën e njoh ky herët fare. Nori Zela nuk është abuzues. Nori Zela ka qenë dhe është një ndihmë shumë e madhe që kur u kthye nga jashtë shtetit për të punuar këtu për bujqet dhe fermerët e Divjakës, Spolatës mbi të gjitha, Lushnjës, Fierit edhe Berarit. Nori Zela nuk shet asnjë gram perime apo fruta brenda vendit. Nori Zela grumbullon dhe eksporton jashtë Shqipërisë. Nori Zela nuk i ka një njeriu të vetëm, një bujku të vetëm, 100 larg borxh, shlyer deri në fund detyrimet. Për më tepër, Nori Zela nuk ka asnjë komunikim me 5 kompani të tjera, po me 6 edhe më shumë se sa të tjerët, sepse Nori Zela ka qenë gjithmonë më vete dhe ka parë punën e tij në ndihmë të bujqve dhe duke shlyer 100 larg detyrimet e tyre. Nuk gjen një bujk që ta ketë detyruar me çmim Nori Zela. Këto janë fatura të këtij muaji, të dhjetorit të 2025-s të